Lëvizja Besa ka miratuar vendimin për mos pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 5 qershorit. RDK-ja Fadil Zendelit akuzon LR-PDSH-n se po manipulon opinionin rreth temës së bashkëpunimit opozitar duke kopjuar mentalitetin e PDSH-s së Thaçit. Prokuroria speciale Katisa Janeva në intervistë për gazetën londineze Financial Times thotë se nuk ka bazë ligjore për abolimin e presidentit Ivanov. Rruga Çairska në lagjin Gazibab nuk i ngjan një rrugë në lagje urbane të kryeqytetit. Banorët akuzojnë autoritetet komunale për lënje pas dore. Përshëndetje të nderuar shikues, dhe mirë se takohemi sërish kësaj radhe me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Shenja. Këshilli qendror i Lëvizjes Besa ka miratuar vendimin për mos pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 5 qershorit, të shpallura me vendim të njëanshëm të pushtetit VMRO-BDI. Përmes një komunikate, Besa vlerëson se nuk ka as kushte minimale për zgjedhje të lira dhe demokratike, ndërsa sipas tyre kriza aktuale tejkalohet vetëm me ridefinimin e vendit. Lëvizja Besa nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 5 qershor. Këshilli qendror i kësaj partie ka konstatuar se është vënë në pikpyetje ardhmja euroatlantike e vendit. Është devalvuar marrëveshja e Përzhinës, vendimi i presidentit Ivanov për abolimin e politikanëve ka krijuar pasoja serioze politike dhe ka tensionuar vendin. Gjithashtu, sipas Lëvizjes Besa, nuk ka as kushte minimale për zgjedhje të lira dhe demokratike, që ka detyruar këtë parti të mos marrë pjesë në zgjedhjet e caktuara nga pushteti VMRO-BDI. Këshilli qendror konkludoi se në Maqedoni nuk ka as kushte minimale për zgjedhje të lira, korrekte, demokratike dhe të drejta, dhe për këtë arsye mori vendim që Lëvizja Besa në këto kushtesh të mos marrë pjesë në zgjedhjet e paracaktuara njëanshëm për 5 qershor nga partitë qeveritare VMRO-BDI. Sipas Lëvizjes Besa, tejkalimi i krizës aktuale politike bëhet vetëm me ridefinimin e vendit në shtet të përbashkët konsensual të shqiptarëve dhe maqedonasve. Nisur nga kjo, Lëvizja Besa mbetet e përkushtuar që ta jap kontributin e saj në demokratizimin e vendit dhe tejkalimin e kësaj krize serioze, për cilën Besa konsideron se mund të zgjidhet vetëm përmes një procesi të ridefinimit të Maqedonisë si shtet konsensual i shqiptarëve dhe maqedonasve. Kujtojmë se zgjedhjet e parakohshme parlamentare u shpallën me vendim të njëanshëm të partive në pushtet VMRO-DPMNE dhe BDI, pa konsenzus të gjerë mes faktorëve politik. RDK-ja Fadil Zendelit ka akuzuar LR-PDSH-n se me veprimet e saj po pengon bashkëpunimin opozitar dhe po rikujton mentalitetin e PDSH-s së Mendu Thaçit. Sipas RDK-s, LR-PDSH po mashtron opinionin duke u deklaruar ndryshe nga ajo që vepron. Rilindja demokratike kombëtare e Fadil Zendelit përmes një komunikate me shkrim ka shprehur zhgënjimin e saj, siç thonë ata, që partitë të caktuara opozitare po përdorin mekanizmat e manipulimit të opinionit, prapa skenave dhe mashtrimeve, karakteristike për një parti vegël të pushtetit, të cilën pretendojnë ta reformojnë. Në reagimin e saj, RDK thotë se mirëpret pranimin indirekt nga sekretari i LR-PDSH-s në deklaratën e kryetarit të partisë së tij se nuk kanë patur ftesë për takim. Nuk e thotë të vërtetën, por i kujton atij se formimin apo jo të koalicioneve mund të deklarojnë parti që marrin pjesë në takime dhe jo ata që ftohen në takim, por nuk i përgjigjen ftesës. RDK shpreh keqardhjen që zyrtarët e kësaj partie vazhdojnë me mentalitetin e kryetarit të partisë, të cilën pretendojnë ta reformojnë se për çdo gjë vendos lideri i partisë, duke i bërë të pavlerë veprimet e funksionarëve të tjerë të partive dhe organeve drejtuese të tyre. Një mënyrë e tillë veprimi dhe sabotimi të bashkimit me parti tjera opozitare, ndërkohë që deklarativisht opinionit e thuhet e kundërta, rrezikon ta përsërisë rezultatin e kësaj partie në zgjedhje ngjashme me protestën e Shkup, me 5 autobus nga Struga, 2 nga Tetova dhe 1 nga Kumanova, plus 1 person nga Gostivari. RDK-ja e Zendelit gjithashtu ka akuzuar LR-PDSH-n se është mashtrimi i opinionit të deklarohesh për bashkëpunim opozitar dhe në të njëjtën kohë të vazhdohet bashkëpunimi me Vesel Mehmedin, i cili sipas tyre është përbetuar publikisht kundër bashkëpunimit opozitar. Në fund të fundit, të pretendosh se je për bashkimin e opozicës dhe të mbash në sqetull një person të vetmuar që është betuar e përbetuar tashmë privatisht dhe publikisht, se nuk do të lejoj subjektin që e ka shkarkuar të bashkëpunojë me partitë e tjera opozitare, nuk është asgjë tjetër pos mashtrimi i opinionit. Reagimi i RDK-s vjen pas deklaratave të LR-PDSH-s përmes të cilave takimin mes RDK-s, Lëvizjes Besa, Unitetit dhe PPD-s e quajtën ekzibicionizëm dhe pirje kafe.
E përditshmja prestigjioze Financial Times i ka kushtuar një artikull prokurore speciale Katisa Janeva duke e cilësuar atë si një ushtare e cila lufton korrupsionin politik në Maqedoni dhe që po dridhe elitën politike. Megjithatë, gazeta nuk ka lënë pa përmendur edhe vështirësitë që po përballet prokuroria gjatë realizimit të detyrës së saj. Ushtare kundër korrupsionit politik, e cila vjen nga një qytet i vogël që po dridh elitën politike. Kështu e ka cilësuar prestigjozja Financial Times prokuroren Katica Janeva, duke shtuar se ai është bërë si kamxhik për elitën politike të korruptuar në Maqedoni. Janeva për gazetën ka komentuar edhe vendimin e presidentit Ivanov, ndërsa ka thënë se ky vendim nuk do t'i ndaloj ata që ta kryen punën e tyre. Nëse presidenti synon të vazhdoj me falje të njerëzve që janë të akuzuar, ai do të ketë shumë punë, pasi që ne nuk do të ndalemi. E di si funksionojnë partitë politike, e kuptoj mentalitetin e tyre dhe si punojnë. Besoj në vetvete dhe në kapacitetin për ta kryer detyrën. Ajo ka shtuar se abolimi nuk ka bazë juridike dhe se ekipi i saj është duke përgatitur akt akuza të reja për të dyshuarit e aboluar për vepra tjera penale. Duke u përgjigjur për akuzat e presidentit se prokuroria e saj është keq përdorur për përfitimin e pikëve politike, ajo është përgjigjur duke thënë se nuk ju kushton vëmendje vërejtjeve të tilla, e bëj punën time. Por gazeta përmend se Janeva dhe institucioni që drejton ajo po përballen me shumë pengesa, mes të cilave është edhe sigurimi i dëshmitarëve, nga se për shkak mbikëqyrjes së madhe shumica kanë frikë të bashkëpunojnë. Kjo mund të bëhet edhe më vështirë pasi Kosta Kërpaç, dëshmitari i prokurorisë, u gjet i vdekur me plumb në gjoks. Se përket të ndjerit Kosta Kërpaç, prokuroria themelore ende nuk ka zbardhur rezultatet e ekspertizës të përfunduar dje pasdite të dëshmitarit pra tashmë të ndjerit të prokurorisë speciale Kërpaç. Nga kjo prokurori thonë se kanë urdhëruar që të kryen analiza dhe ulëmtime shtesë me qëllim që të sigurohen rezultate më të mira nga hetimet. Hetimi duhet të shuajë dilemat nëse bëhet fjalë për vetvrasje ose likuidim, të cilat u ngritën pas raportit fillestar se i ndjeri është gjetur me plagë në gjoks dhe se bëhet fjalë për dëshmitar të prokurorisë speciale. Kërpaç ishte menaxhuesi i firmës Finzi, historiku i pronësisë të së cilës lidhet me firmën NVSP, e përmendur në bombat e opozitës në rastin Mitmarja, ku dyshohet ish kreu i DSK-s Sasho Mjalkov. Profesori i Bashkim Selmani në emisionin e mbrëmshëm intervista theksoi se rrethanat e vdekjes së dëshmitarit të prokurorisë speciale Kosta Kërpaç janë të dyshimta. Sipas tij, vetvrasja me shkrepje në gjoks nuk është e zakontë në kriminologji. Ai tha gjithashtu se hetimet mund të zbardhin të vërtetën, sepse nuk ka krim perfekt, por se gjurmët mund t'i fsheh vetëm shteti. Vetvrasje me plumb në gjoks është një akt i pazakont. Kështu deklaroi profesori universitar Bashkim Selmani në emisionin intervista në televizionin Shenja, duke komentuar mbi vrasjen apo vetvrasjen e dëshmitarit të prokurorisë speciale Kosta Kërpaç. Arma në përvojën e praktikës së përgjithshme nuk bëhet në gjoks. Nuk është një element me të cilën ne do të ishim të saktë, për arsye se ajo qëllon në profilin e kokës, ose në një formë tjetër, nuk është në një dëshmi që ne mund të dyshojmë se është ashtu, apo është vetvrasje për arsye se nëse është i qelluar në gjoks, atëherë ka mënyra tjera të hetimit. Është e dyshim për arsye se gjithmonë ndodhen më tepër në profilin e kokës se sa në gjoks. Nuk është përvojë vetvrasjeve të përgjithshme. Sipas Selmanit, nuk ka krim perfekt, por gjurmët që zbardhin të vërtetën mund t'i fsheh vetëm shteti. Në drejtësi themi nuk ka krim pa gjurmë dhe gjurmët dalin në sipërfaqe, pikërisht nëpërmjet institucioneve përkatëse. Por është dyshimt se vetëm gjurmët mund të ndodhë që t'i fsheh shteti. Kjo është rregull jo vetëm për Republikën e Maqedonisë, por në përgjithësi gjitha rrethanat që mund të shkaktohen nga individ ose grupe njerëzish dalin në sipërfaqe. Ai u shpreh pesimist se ky rast, sikurse edhe shumë raste tjera, do të zbardhen nga organet e drejtësisë, pasi gjyqësori deri tash në Maqedoni asnjëherë nuk ka dhënë sqarime të sakta. Ai shtoi se nëse i njëjti rast të zbaritet, do të shkaktojë edhe më shumë dilema tek qytetarët. Sa i përket përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet e sigurisë, Selmani tha se deri tash faktori shqiptar nuk ka arritur të bëjë përzgjedhjen e kuadreve në këto institucione, por atë çdo herë ka bërë pala maqedonase.
Persona të panjohur mbrëmjen e djeshme kanë dëmtuar zyrën e partisë politike VMRO DPMN në rrugën Vostaniçka në Shkup, siç informojnë nga MPB. Mbrëm rreth orës 1:30 në polici është denoncuar se në objektin në rrugën Vostaniçka ku është vendosur selia e partisë VMRO DPMN. Nga ana e disa personave të panjohur janë thyer pra xhamat nga dera hyrëse dhe dritaret anësore nga të dyja anët e derës. Policia po punon në zbardhjen e plotë të rastit. Ndrojmë temën informacioneve, rrugët në vendbanimet me shumicë shqiptare janë në gjendje të mjerueshme dhe të lëna tërësisht pasdore. Kjo më së tepërmi vret gjatë të rreshurave të shiut. I tillë është rasti me rrugën Çairska në lagjen e Gazivabës, të cilën sot e vizitoi ekipi Televizioni Shenja. Kjo është gjendja e rrugës Çairska në lagjen e Gazibabës, rrugë ngushtë, me baltë dhe ujë. E gropuar për t'u vendosur ujësjellsi dhe e lënë në atë mënyrë duke mos u shtruar as edhe një shtresë e holl asfalti. Banorët ndjehen të revoltuar për gjendjen e kësaj rrugice, duke shtuar se e njëjta u jep përshtypjen se po jetojnë në një vend rural dhe jo në lagje urbane të kryeqytetit. Treba asfalt. Duhet asfalt, ujësjellsin e kanë bërë mirë, por duhet edhe të asfaltohet. Ja, unë jam invalid, nuk mund të ecë, mund të thyej këmbën. A nese, shash të folmi të vërtetën, ujësjellsin e shtinën, e rregullon ata, jo nuk ka i keqa, çdo sen që ka ndrejtë tash e mirë. Po, duhet me ndrejtë krejt me kohë, a jo mas kohë, mas dore me lënë. Për interesat e vetë vesh kur kanë ato, na interes të vetin ose na i punë të vetën, për me asenin që mi ala kryen ma akëll dikujnë. Qytetarët drejtojnë gishin tek autoritetet komunale dhe pushteti qendror për lënien pasdore të vendbanimeve shqiptar. Këtu rruga shumë keq. Rruga duhet me u ndreq sa ma shpejt qaq ma mirë, se këtu ka përqen edhe dvogla, edhe të mdoja, edhe pleq e mundet me urshit ko të koma që që thënë se di, zbën, duhet ma shpejt me u bo. Po aja t'i ko vlada, opshtina edhe komuna, po, edhe Taçi, edhe Aliu, ne të vinë këtu, ne të këqirin pak, jo vetëm besedo, fjallat përshkojnë në shpras. Pa evo vidi kako je. Ja, shiko si është, komuna është fajtore, politikanët, shiqoni se ku shkelim ne, as në përfshatra nuk është kështu. Ndërkaq Televizioni Shenja nuk mori përgjigje nga komuna e Çairit se kur do të fillojnë punimet për asfaltimin e kësaj rruge. Ndërkohë, parku i Sarajit në Shkup si njëri ndër më të frekuentuarit nga qytetarët, posaçërisht gjatë festave, i ka vendosur drynin WC-ve publike. Qytetarët ankohen pasi nuk kanë zgjidhje për nevojat e tyre fiziologjike. Nga ana tjetër, kryetari i komunës Sarajit nuk ka qëndrim në lidhje me kërkesat e qytetarëve. Vendi më i preferuar për piknik në Shkup, parku i Sarajit, ka mungesë të infrastrukturës elementare. WC-t publike në parkun e Sarajit janë mbyllur me dry. Qytetarët nuk kanë ku të shkojnë për nevojat e tyre fiziologjike. Të anketuarit nga Televizioni Shenja thonë se zakonisht frekuentojnë lokalet afariste për nevojat e tyre. Është e vërtet jo se s'ka. Këto WC-et janë këto më janë të mbyllta. Këto i ka komuna e Shkupit. Edhe nuk investojnë hyç në për këtë parkin e Sarajit. Dihet, sepse këtu ka më shumë shqiptar, në për parke tjera ka edhe WC-ja si janë vetëm për vizitorët e parkit, ama këtu që sa vite këtu se është një maj, WC-jat nuk punojnë. Po shumë herë vend të shqiptarë ato e kemi një WC, po i lëshojmë nëse ku ta shkojmë. Zin ku me shku në për restorante, në për. Po të bitë trebolo dhe ki vecinja ta, ko ne može nekoj dhe ki qistin. Duhet të punojnë WC-t, nëse nuk ka kusht të kujdeset, le të angazhoj një person të bëhet me pagesë. Do të merr para dhe do të pastroj dhe do të fitoj para. Duhet të vendosin edhe të tjera. Këtu nuk është si më herët. Tani është pranverë dhe njerëzit lëvizin familjarisht me fëmijë. Ju duhet WC-ja. Vërehet se ka mungesë të WC-ve publike dhe mendoj se duhet të ndërmerret diçka nga komuna, nga vetë Saraj, që të plotësohet kjo mungesë. Apeli ynë do ishte të ketë mundësi që t'jepet ajo nevojë të plotësohet, për shembull këtu në Saraj, veçanërisht tash gjatë festave për 1 maj 2,
ka nevojë tepër për atë. Qytetarët presin nga organet komunale që së paku për 1 dhe 2 maj t'i hapin WC-t publike të parkut dhe t'i mundsojnë atyre kyçje në transformatorët elektrik. Televizioni Shenja kërkoi qëndrim nga kreu i Sarajit, Bekim Murati, mirë po ky i fundit nuk ju përgjigj pyetjeve tona. Ndërkohë, ekipi ynë takoi punëtorët e higjienës komunale, të cilët po përgatisnin parkun për 1 maj. Gjykata themelore në Prishtinë ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar 30 ditë para burgim për Azem Sylen. Qindra protestues kanë tentuar që të bllokojnë për të dytën herë zhvillimin e një takimi të Donald Trumpit me elektoratin. Do vazhdojmë më me zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare. Gjykata themelore në Prishtinë ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar 30 ditë para burgim për Azem Sylen, ish deputeti i Kuvendit Kosovës. Këtë pasdite një gjyqtar i Euleksit mori vendimin për të caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaji për të pandehurin AS. Gjyqtari i procedurës paraprake të Euleksit kishte lëshuar një flet arrest për të pandehurin më 26 prill 2016, thuhet në njoftimin e gjykatës. Syla dyshohet për krim të organizuar, tjetërsim të pronave, pastrim parash dhe falsifikim të dokumenteve. Deri më tani lidhur me këtë rast janë arrestuar 6 persona, të cilëve gjithashtu është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditëve. Ish deputeti Azem Syla është dorëzuar sot në pikën kufitare në Vërmic pasi kthehej nga Shqipëria dhe është vënë në pranga nga policia e Euleksit. Kosova është akoma në pritje të vendimit për liberalizimin e vizave. Zyrtarët kosovar vazhdojnë të këmbgulin se vendi ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara për liberalizim. Kryeministri Isa Mustafa thotë se ka marrë vlerësime pozitive nga Brukseli për progresin arritur. Zyrtarë të lartë shtetëror vazhdojnë të deklarojnë që kanë marrë vlerësime pozitive nga Bashkimi Evropian dhe se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara për liberalizim. Institucionet e vendit ende janë në pritje të një vendimi për vizat. Megjithatë, deklaratat se kjo është çështje javësh e herëherë thuhet se edhe çështje ditësh, ende s'ka një datë të saktë se kur pritet rekomandimi për liberalizimin e vizave dhe as kur kosovarët mund të udhëtojnë lirshëm për në vendet e Bashkimit Evropian. Kryeministri i vendit Isa Mustafa gjatë vizitës në Bruksel ka marrë vlerësime për progresin arritur në vend e në mënyrë të veçantë për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Ne kemi biseduar për më shumë tema në Bruksel me presidentin Juncker dhe përfaqësuesin e lartë Mogherini. Është vlerësuar se është bërë progres i mirë në Kosovë në të gjitha fushat. Është vlerësuar në mënyrë të veçantë dhe lidhur me progresin për përmbushjen e kritereve dhe rekomandimeve sa i përket liberalizimit të vizave. Është thënë se ajo çfarë është kërkuar nga ne edhe vitin e kaluar, por dhe në takimet që kemi pasur në Bruksel nëntorin e vitit të kaluar me presidentin Juncker, që të gjithë ato ne i kemi plotësuar. Andaj, sa i përket Kosovës, ne i kemi përmbushur kërkesat që kanë qenë para nesh. Mbetet çështja e Komisionit Evropian dhe BE-s që ato të procedojnë në të ardhmen lidhur me vlerësimin për liberalizimin. Por kryeministri Mustafa nuk ka dashur të flasë për një datë të saktë se kur mund të ndodhë liberalizimi, pasi që e tërë kjo tani varet nga Brukseli dhe jo nga institucionet e Kosovës. Ai thotë se në bazë të bisedave që kanë pasur me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, u është thënë se Kosova i ka përmbushur të gjitha ato që është kërkuar prej tyre për këtë fast dhe njësë rekomandimeve për liberalizim të vizave. Mirë po shtoi se prap mbetet në përgjegjësinë dhe kompetencën e institucioneve të Bashkimit Evropian që të veprojnë më tutje sa i përket këtij vlerësimi. Sipas njoftimit të zyrtarëve, sot në Siri kanë vazhduar sulmet ajrore në qytetin e dytë më të madh të vendit Halep, ku godit një klinik, një ditë pas një tjetër sulmi ku u shkatrua një spital. Klinika e cila siguronte trajtime për pacientë me sëmundje kronike dhe shërbime dentare për rreth 5 vjet, u dëmtua rënd, mes të plagosurve ishte edhe një infermiere. Media shtetërore njoftuan se rebelët kishin kryer sulm me bombë në një xhami në Halep në lagjen Bab al Faraj, duke vrarë të paktën 15 vetë dhe duke plagosur 30 të tjerë. Lutjet e të premtës u pezulluan në xhamitë e qytetit që ndodhen në lagjet që janë në kontroll në rebelëve nga frika e dhunës së mëtejshme. Këtë javë në Halep janë vrarë të paktën 200 civil, kur forcat rebele kryen sulme me raketë dhe me artilleri në lagjet e kontrolluara nga qeveria, ndërsa regjimi vazhdoi sulme terrore në rajonet që janë në kontrollin e rebelëve.
Të paktën 14 persona kanë humbur jetën dhe 25 të tjerë mbetën të plagosur si pasojë një shpërthimi eksplozivi tek një makinë në afërsi të zyrtarëve të sigurisë të kryeqytetit irakian. Bomba ka pasur shënjestër pelegrinët shiit që po shkonin drejt një vendi të shenjtë në veri të Bagdadit, raporton agjencia e lajmeve AFP. Autoritetet konfirmojnë se bomba ka shpërthyer në zonën Nahravan, ndërsa në vendin e ngjarjes ka prani të shumtë të ambulancave. Kandidati republikan në garën presidenciale Donald Trump po has jo pak telashe në fushatën e tij në Kaliforni, teksa qindra protestues kanë tentuar që të bllokojnë për të dytën herë zhvillimin e një takimi të miliarderit me mbështetësit e tij. Trump kishte thirrur një mbledhje në Burlingame pranë një hoteli ku po qëndronte dhe gjatë kohës që të gjithë prisnin fillimin e fjalimit të tij, qytetarët që kundërshtojnë ashpër premtimet e bëra prej tij thyen barrierat e ngritura nga forcat e sigurisë me qëllim bllokimin e vendit. Kjo ngjarje vjen vetëm pak orë pasi protestuesit tentuan të blokojnë një tjetër takim të Trumpit në qytetin kalifornian Costa Mesa. Veprimet e protestuesve i detyronin organizatorët që të shtyjnë zhvillimin e takimit, ndërkohë që miliarderi përdori një rrugë të çuditshme për të futur në ambientet e hotelit. Me lajmin për basketbol edhe do e përmbyllim këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues. Ju falenderoj që ishit me ne dhe mirupafshim.